Po, interesant është kur po I shoh disa persona që kanë arrit sukses ose kanë bërë diçka, me njëherë po e menoj se ai ka fillu për herë të parë me neve. Shumica po flas, ka edhe tjerë që kanë fillu vetë, po besoj që si Hiking Njeri edhe Snow Njeri, pra që është një organizat tjetër, kemi pas sado pak ndikim në afirmimin e sporteve outdoor në Kosovë. Për këta jam edhe krenar. Njësh si skiator ekstremist. Po. Çka e dallon ndoshta atë skiimin ekstrem me lloje të skimit tjera? A mundesh më na tregu pak ku janë ato dallime dhe si e ndjen ti veten kur bën skim ekstrem? Po, skimi ekstrem ka të bëjë me skim jashtë shtigjeve, në board fail, në për shtigje shumë të pjerta, vene ekstreme, si për shembull me u ngjitën majet këtyre maleve mbrapa neve, edhe mulshu me skia, po ngjitja të bëhet pa teleferik, pra do të ngjitet me kamp ose me skia që I kanë lëkurat për funi. Pra është një sport goxha ekstrem, do të me qenë I përgatitur shumë, sepse do të ecësh me gjithë ato pajisje deri në maje, e mandej të lëshosh me ato pajisjet e njëjta. Unë kom pas eksperiencat të ndryshme gjatë lëshimeve me grupin tim ose shoqnin teme që bëjmë në Brzovice dhe në venet ndryshme, gjë që kom pas edhe disa eksperiencat këqija, për shembull më ka zonë Orteku në vitin 2006, ka qenë 3 mars 2006, ku në venin shtegu I Shqiponjës, që është një ndër shtigjet më të pjerta në Brzovice, më ka zonë Orteku deri sa isha me 2 Amerikan. Edhe më kom qenë në Rbor. Mandej, mas shumë viteve, edhe disa persona kanë pësu aty. Unë kom pas fat me mbjetu atë si me thonë, ngjarjet keqe, po më ka mush men që për hera tjera me qenë shumë ma syqel deri sa lëshona. Pra, jam ma vigilent gjatë lëshimeve, mirë po e dua shumë. Do me thonë, na si ekip shkojmë në për venet të ndryshme, Kosova ka fatmirësisht një numër të madh të maleve, cilat ne I shfrytëzojmë për lëshime, edhe që na kënaqin. Po, për lëshim që I bëjmë ne, nevojitet një eksperiencë minimum 2 dekadash. Pra nuk mundet me ardhë çfarë do skitari me skiu me neve në Snow Njeri, po flas, ose në, si me thonë, me ju bashkangjit grupit të këtyre ekstremistëve që janë pak në numër. Muj me thonë dikur rreth 10 ose 20 që bëjnë skim shumë profesional. Edhe duhet me pas veshmbathje adekuate, veçanërisht çantën airbag që të shton në raste nëse vjen deri te Orteku. Do të thonë airbagi është ajo pajisje që e çet në shpinë, edhe nëse të zën Orteku, pra bora që lëshohet, si mu që më ka zonë edhe unë nuk kom pas airbag, po fatmirësisht kom pështu, ai airbagi fryhet edhe të mban përmi sipërfaqe. Kështu që edhe pështon. Për atë rast do të me pas edhe airbag, secili që vjen me neve në për këto ekspedita.